Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në emisionin e radhës, shpjegimi 40 hadith të Imam Nevaviut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalajmi, sa erdhe hoxh. Mirë se vjetëm. Hoxhë nderuar, sot do flasim për një hadith të bukur, si të përfitojmë dashurinë e Zotit dhe si të përfitojmë dashurinë e njerëzve. Po para kësaj, a mund të përbeni ju lutem tekstin e hadithit? Hadithi I sotëm është hadithi Sahel ibn Sa'd as-Sa'idit radhiyallahu anhu, Zoti qoftë I kënaqur prej tij, se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam u pyet nga një burr, o I dërguari Allahut, më tregon diçka që po ta bëj të më doj Zoti, po të më duan edhe njerëzit. Profeti sallallahu alaihi wasallam I tha, mos lakmo këtë botë të doj Zoti, mos lakmo atë që është në duart e njerëzve të duan njerëzit. Faktikisht si hadith duket I thjesht, edhe pyetja duket shumë interesante, po përgjigja ishte me të vërtetë një mrekulli profetike, sepse nuk mund fitoj njeriu dashurinë e Zotit dhe të njerëzve kaq lehtë. Pra me të vërtetë duhet që të sakrifikojë diçka. Atëherë hoxhë, të ndalemi pak tek sahabi I cili transmeton pra Sahli, në një histori pikante ose të bukur rreth jetës së tij. Sahli është bir sahabiu, Sahel ibn Sa'd, jati I tij është sahabi dhe ka ndruar jetë I jatin në kohën e Profetit alayhis salatu wassalam. Ndërsa I vetë, domethënë ka qenë djalosh I ri, ka qenë apërsisht në moshën 15 vjeçare kur ka ndruar jetë Profeti sallallahu alaihi wasallam, ka qenë prej atyre që kanë prezantuar në Tebuk, po jo në rreshtat e ushtarëve, po tek tek ata që kanë shërbyer. Për gjëra interesante që ka të bëjë me jetën e këtij sahabiu është fakti që ky sahabi emrin e ka pas Hazan. Edhe kur e ka sjell jatë tek Profeti alayhis salam, I ka thënë pejgamberi sa sjellje vën emrin djalit ose si quhet, ka thënë Hazan. Ka thënë pejgamberi sa bel huwa Sahel. Hazan do të thotë I vështirë, I rënd. Dhe pejgamberi sa ia vuri emrin Sahel, pra le të themi I lehtë, I komunikueshëm, I dashur. Për gjëra interesante që tregohet nga jeta e tij është thotë ai ka treguar, kam qenë I vogël kur kam prezantuar një ngjarje të mallkimit. Ngjarja e mallkimit konsiderohet në Islam të laun, kur burri akuzon bashkëshorten e tij se ka bërë immoralitet, por nuk ka dëshmitar, është vetëm ai dëshmitar ose e kundërta. Dhe ndodh mallkimi, pra betohet disa herë në Zotin, pastaj herë në pestë, se mallkimi I Zotit qoftë mbi të nëse është për gënjeshtarëve, po kështu edhe femra betohet me mallkim. Gjykimi I mallkimit, pra kur dy njerëz ndahen në këtë formë, është ata nuk lejohet më të bashkohen deri sa të jetë jeta, sepse nuk është si llojet e tjera të divorcit. Llojet e tjera të divorcit, mashkulli mund ta kthejë femrën, pra mund të rikthehen edhe një herë në kuror, ndërsa ky është rast që nuk lejohet më bashkimi. E rëndësishme. Për gjëra interesante është se ka ndruar jetë në vitin 91 të Hijretit dhe ka qenë afërsisht 100 e sa vjeç dhe tregon se ka qenë prej njerëzve të fundit sahabëve që kanë jetuar, pra prej të funditve. Për këtë arsye tregohet, siç e përmend edhe Tabaraniu dhe Ibn Sa'di, thotë ka qenë njerëz duke fol, po njerëzit janë përqendruar tek fjala e tij. Dhe ky ju ka thënë dëgjoni, sepse jam prej njerëzve të fundit që ju them kam dëgjuar profetin ose kam parë profetin alayhis salatu wassalam. Ka kaluar një sprov me Haxhaxhin, Haxhax ibn Yusuf al-Thaqafiun, e ka thirrë Haxhaxhi dhe I ka thënë ti nuk e ke ndihmuar Uthmanin, ky ka thonë unë e kam ndihmuar, ai ka thënë po gënjen, dhe I ka vënë një vul. Haxhaxhi ata njerëz që I akuzonte se gjoja nuk kanë ndihmuar Uthmanin, I vuloste dhe ky ka qenë një nga ata që ka qenë vulosur nga Haxhaxhi ibn Yusuf al-Thaqafiu. Kjo është shkurtimisht mbi jetën e këtij sahabiu, nuk është se ka transmetuar shumë hadithe, por kanë marrë prej tij shumë sahabe dhe kanë transmetuar hadithe. Atëherë shkojmë pak ke teksti I hadithit, me që sahabiu e pyet Profetin selam, më thuaj diçka e cila do të përfitoj për saj, domethënë dashurinë e Allahut dhe dashurinë e njerëzve. Pse pikërisht e ka lidh dashurinë e Allahut dhe dashurinë e njerëzve? Është shumë e vështirë të gjesh diçka që domethënë të fitosh dashurinë e të dyve. Shumë e vështirë.
Edhe ky sahabiu me të vërtet ka bërë një pyetje interesante, pra si të bëj diçka që të më duan të dy. Është e vështirë të fitosh dashurinë e njerëzve, sepse këtu nuk bëhet fjalë si të fitoj dashurinë e besimtarëve, si të fitoj dashurinë e muslimanëve. Këtu bëhet fjalë për njerëzit. Pra si të bëj diçka që të më dojë edhe Zoti, po të më duan edhe njerëzit. Pra pyetja është shumë interesante. Njeriu është i prirur. Pra njeriu si besimtar do që ta dojë Zoti. Po njeriu është i prirur që ta duan edhe njerëzit. Njeriu, si më thon sistemin në gjuhën shqipe, njeriu për një fytyrë rron, njeriu për kujtimet jeton. Domethënë njeriu do që edhe tek njerëzit të ketë fjalë të mirë, të ketë zë të mirë. O xhalli lisan sidqin fil akhirin. Dhe bëj njerëzit dhe brezat që do të vinë më pas të flasin mirë për mua, të më kujtojnë për mirë. Edhe Ibrahimi alayhis salam tek të gjithë brezat që vinë pas Ibrahimit përmendet vetëm për mirë, siç themi ne për shembull, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Pra Ibrahimi kujtohet për mirë. Pra ideja e të kujtuarit për të mirë dhe mbajtja mend për mirë nuk është se bie ndesh me synimet e fesë. Për këtë arsye feja urdhëroi për turpin, për këtë arsye feja urdhëroi që të përmbahemi traditave dhe zakonave kur ato nuk bien ndesh me fen. Për këtë arsye Islami do të thonë ka orientuar njeriu tek ajo që është më e mirë dhe më e dobishme për veten dhe për shoqërinë, sepse të gjitha këto ndikojnë pastaj në atë që njeriu lën një kujtim mbas jetës së tij. Kështu që domethënë është e natyrshme, pra kjo është një pyetje e natyrshme që mund t'i vijë çdo njeriu. Mirë po më e bukur në këtë histori është se kjo pyetje është bërë kompetentit, profetit alayhisalatu wasalam, dhe nuk mund të kishte përgjigje më të kompletuar dhe nuk mund të kishte përgjigje më eksakte dhe më të mrekullueshme se sa përgjigje që i dha profeti alayhisalatu wasalam. Pra njeriu si besimtar është i prirur të fitojë dashurinë e Zotit dhe njeriu si njeri është i prirur që të fitojë edhe dashurinë e njerëzve. Pra sepse duke të dash njerëzit ti kalon një jetë të mirë dhe Islami nuk është kundër jetës së mirë, të jetuarit mirë, sepse mënyra se si sillin njerëzit me ty dhe dashuria e njerëzve ndaj teje nuk është gjë tjetër vetëm se energji pozitive që t'i jep forcë edhe fuqi për të përballë me jetën dhe për të pasur sukses në jetë. E kundërta, nëse njerëzit flasin keq për ty, nëse njerëzit nuk duan, normalisht ti do të psosh le të themi një lloj goditje e cila mund të ndikojë në mos suksesin tënd në jetë. Atëherë hoxhë nderuar, le dalim pak te pjesa më thuaj diçka e cila përfitoi dashurinë e Allahut. Zakonisht njerëzit prirën edhe thonë që unë e du Zotin. Po si Zoti i do njerëzit, atëherë si ta kuptojmë besimtarët e pjesë të hadithit? Kjo është më e rëndësishmja, pra që ne duam Zotin, këtë e themi gjithë. Gjithë sekreti qëndron si të na dojë Zoti neve. Pra çfarë bëjmë ne, si të sillemi ne që të fitojmë dashurinë e Allahut. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh në Kur'an vendosi disa kritere. Wallahu yuhibbu, Allahu i do kë. Allahu i don të devotshmit, Allahu i don bamirësit, Allahu i don njerëzit që sillen me drejtësi, Allahu i don njerëzit që ruajnë lidhjet e farefisit dhe të gjakut, Allahu i don ata njerëz që tregojnë korrekt me urdhëresat e tij, Allahu i don ata njerëz të cilët domethënë dëshmojnë të vërtetën edhe nëse është kundër vetveteve të tyre. Allahu i don të sinqertit. Pra Allahu nuk i don mashtruesit, Allahu nuk i don gënjeshtarët, Allahu nuk i don ata të cilët shkelin kufijt që Zoti ka vendosur për njerëzit, Allahu nuk i don mendim dhe kështu me radhë. Pra, thuaj, nëse ju me të vërtetë doni Allahun, më pasoni mua. Pra, dashuria për Allahun nga ana jon duhet të jetë argumentuar, po edhe që të fitosh dashurinë e Allahut, normalisht nuk është e lehtë. Për këtë arsye sahabiu bëri pyetje shumë të bukur, si ta fitoj dashurinë e Allahut, cili është sekreti, cila është gjëja më e rëndësishme që nëse unë e realizoj, unë do të fitoj dashurinë e Allahut. Dhe ne do të shohim përgjigjen profetike e cila tregon një nga pengesat më të mëdha që nuk e lën njeriu të fitojë dashurinë e Allahut, që është dashuria për këtë botë. Për këtë arsye erdhi përgjigja izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Mos e lakmo këtë botë. Trego asket, trego i lëshuar në raport me jetën e kësaj bote. Pra, mos e pretendo, mos e lakmo, mos e dëshiro këtë botë. Pse? Dashuria për këtë botë, le të themi kështu, Zoti është lart. I bota është kjo që në cilën ne jetojmë. Nëse mbahesh me këtë që është poshtë, nuk të lën të ngjitesh lart. E nëse ti don me të vërtetë të ngjitesh lart dhe të fitoj dashurinë e atij që është lart, pra Zoti i gjithësisë, atëherë duhet ta lëshosh këtë botë. Për këtë arsye, thoshim në përkufizimin, le të themi një nga përkufizimet që kanë dhënë para tan mbi zuhdin, mbi moslakmin apo asketizmin, thotë asketizmi ose zuhdi ose moslakmi është
ta lësh dynjan në dorë, mos ta lësh në zemër. Pra ta heqësh nga zemra, ta çosh në dorë. Pra le të jetë ajo le të jesh ti ai cili komandon dynjan, pasuninë e kështu me radhë dhe jo ajo që të komandon ty. Për këtë arsye shejtani, iblisi i mallkuar, kur e mashtroi Ademin alayhi salatu wasalam, çfarë i tha? Hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Atë tregoj për pemën e përjetësisë dhe pasurinë e përjetshme, edhe dhe pasurinë që nuk fenitet kur, nuk shuhet kur, pra pasuri, ëh? Për këtë arsye Allahu na ka treguar se dashuria për këtë botë ose dashuria për të pasur është e ngjizur tek balta e njeriu. Për këtë arsye të dalë njeriu, mos ta dojë njeriu pasurinë me zemër, do të thotë të dalë nga natyra e tij. Për këtë arsye, domethënë vjen feja, vjen Islami, vjen besimi për të shkatruar këtë lloj ngjizje tek njeriu. Yuhibbuna al-mala wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, ose siç thotë ajeti tjetër, shedida, e doni tmerrsisht, po ta përkthejmë kështu, e doni tmerrsisht pasurinë. Pra dashuria për pasurinë dhe dashuria për të pasur është e ngjizur tek balta e njeriu. Që njeriu mos ta dojë, domethënë duhet ndodhi një reaksion që të çmontohet, që të le të themi që të prishet ky lloj montim. Atëherë çfarë mund ta bëjë? Vetëm besimi. Besimi është një lloj energjie, një lloj force që e çmonton këtë dashuri që është e ngjizur tek njeriu. Ky është imani, fuqia e imanit. Normalisht ne në Islam nuk kemi kundër që njeriu të ketë, ne kemi njeriu më të mirë në këtë ummet. Mbas profetit alayhis salatu wasalam, që është Ebu Bekri, ka qenë njeriu edhe më i pasur njëkohësisht. Kemi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, i cili është i treti në renditje në këtë ummet, mbas Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, ka qenë për njerëz më të pasur. Pra Islami na tregoi ashtu siç ishte Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, apo Omeri që nuk ishin të pasur, dy të tjerët ishin shumë të pasur. Pra Islami neve na tregon që kjo fe nuk orienton njeriu për të qenë i vobekt, nuk orienton njeriu që të jetë i varfër, nuk orienton njeriu që mos vishet mirë, nuk orienton njeriu që mos përfitojë prej të mirave që i ka falë i Madhi Zot, jo, asnjëherë. Kjo fe orienton njeriu që brenda hallallit mund të përfitojë prej kësaj bote çfarë të dojë, brenda hallallit dhe pa e shpërdoruar. Pra burimi të jetë i pastër dhe shpërdorimi dhe mos të ketë shpërdorim. Në momentin që është brenda këtyre kufive je në rregull. Pra mos lakmo dynjan, mos e ço atë në zemër. Mos lakmo dynjan, pra mos bëhet dynjaja sebeb që ti të humbësh Zotin, sepse ka njerëz që është bërë sebeb dynjaja, që ata nuk falen më, që ata nuk agjërojnë më, nuk vijnë më në xhami. Është bërë shkak pushteti, është bërë shkak tregtia, është bërë shkak biznesi, janë bërë shkak femrat, është bërë shkak bixhozi, pra dynjaja në tërësinë e saj është bërë shkak që të humbi udhën e Zotit. Dhe në momentin që njeriu nuk e ka dynjan në zemër, po thjesht e menaxhon me duart e tij dhe e menaxhon me mendjen e tij, do të thotë se ky njeri ka triumfuar mbi të. Për gjëra interesante të bukura, domethënë është se kur themi mos bëhet shkak, domethënë dynjaja është shkak që ne domethënë mos na dojë Zoti, domethënë se bëhet sebeb që ne të lejmë urdhëresat e Zotit, se mund bëhet sebeb që ne të bien në ndalesat e Zotit. Se kështu Zoti të don kur je korrekt me urdhëresat dhe kështu Zoti nuk të don nëse ti bën haramet. Një nga shkaktarët kryesor, cilët janë shkaktarët kryesor? Shejtani, 2 dynjaja, 3 nefsi. Pra në momentin që ti e komandon dynjan dhe nuk të komandon ajo ty, atëherë ti ke bërë një nga, si më thonë, e ke fituar një nga luftat dhe betejat më të rrezikshme që ka një jetë, që është dynjaja, pra jeta e kësaj bote. Dhe shif si e ka emrin dunja. Dunja do thotë diçka e pa vlerë. Dunja do thotë diçka që është afër teje dhe të mashtron, por jeta e vërtet faktikisht është ahireti, siç tha Zoti në Kur'an, "Walal akhiratu hiya al-hayawanu law kanu ya'lamun." E rëndësishme, pra ideja e asketizmit në Islam është keq kuptuar ndonjëherë brezmas brezi, njerëz që kanë kujtuar se po të jesh asket, pra zahid, duhet të veshësh vetëm një rrobë, nuk duhet të lash, nuk duhet të pastrohesh, duhet të jesh larg kësaj bote. Kjo nuk është e vërtetë, sepse profeti alayhis salam kur i jepej parfumi më i mirë, e mbante dhe e përdorte, kur i ofrohej mish apo diçka e mirë, e përdorte dhe nuk e linte se është pjesë e kësaj bote, kur kishte ndonjë rrobë të mirë ose kur i dhuroi ndonjë rrobë e mirë, e pranonte, siç është rasti i xhybes e kështu me radhë,
Pra, profeti alayhis salam na mësoi neve që jo, nuk është e vërtet kjo. Për këtë arsye, le të themi për kufizimet të bukura që kanë dhënë mbi zuhdin është tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ç'është zuhdi? Kur quhesh ti me të vërtet zahid, asket, sipas Islamit ose sipas peshores së sakt islame, të lësh çdo gjë që të dëmton në botën tjetër. Hiq dorë prej gjërave që të dëmtojnë në botën tjetër, ti je asket. Pra, që do të thotë ti mund të përfitosh prej të mirave të kësaj bote dhe mos, si më thënë, si themi ne kështu, mos e vrit mendin, nuk ka asnjë problem. Por mos bëj diçka në këtë botë që ty mund të dëmtoj botën tjetër apo mund bëhet shkak që ti të humbësh botën tjetër. Megjithatë, hoxhi nderuar, në hadithe të tjera ne shikojmë profetin alayhis salam që e përdor fjalët për shembull kush fal namazin, atë do Zoti, ose kush i bën obligimet, atë i fiton dashurinë e Zotit. Profeti alayhis salam sikur ka dashur t'i përgjigjet ti personit sipas ndoshta tipologjisë që ai kishte ose karakteristikë që kishte, i tha lënia e dynjas. Kjo është e saktë, profeti alayhis salam, domethënë i përgjigjej njerëzve sipas le të themi problematikave që ata kishin, domethënë për një përgjigje karakterit që i përshtatej atij. Kjo është njëra anë. Ana tjetër, ne kemi një parim në Islam që thotë le të themi tekstet nuk shkëputen nga konteksti i tyre fetar në përgjithësi. Pra ti nuk mund të jesh literalist në një tekst. E thosh, un nuk e du këtë botë, nuk lakmoj këtë botë, do të thotë që e kam fituar dashurinë e Allahut. Feja nuk është vetëm një argument. Pra feja është në tërësinë e saj. Për këtë arsye themi ne, si një nga rregullat, themi nususul wa'di wal wa'id, tekstet përgëzuese dhe qortuese nuk merren të veçuara, po kuptohen në tërësinë e fesë. Dhe kjo hadith normalisht duhet kuptuar në tërësinë e fesë, po ne ndalemi tek fakti që sa e rëndësishme dhe sa rëndësi i ka kushtuar Islami fitores ndaj kësaj bote. Pra ne duhet fitojmë ndaj kësaj bote. Dhe si fitojmë ne ndaj kësaj bote? Ne fitojmë ndaj kësaj bote duke qenë ne komanduesit e saj, duke qenë ne menaxhuesit e saj, dhe jo ajo që të menaxhojë ne apo na komandojë neve, sepse atëherë njeriu kalon në verbim. Është kjo botë sot dhe dëshira për këtë botë, dhe për të fituar këtë botë dhe pasuritë e kësaj bote, gjëra që po bën shkak që vllai, le të themi, të vrasi vllain, që vllai të vrasi djalit, të vrasi babën, apo të shkëputën lidhje të fare fisnore, është një lloj smire. Unë përmenda edhe në hutbën e xumas, një lloj smire, një lloj zilie, një lloj xhelozie që s'ka asnjë lloj komenti. Pse? Sepse ky ka, stresohet ai tjetri se ai ka, ndërkohë që ky s'ka, ndërkohë që ne themi, ne duhet të kënaqemi me atë që Zoti ka ndarë për ne. Në fund fare, kjo është e vërteta. Pra Zoti i ka ndarë këto gjëra. Nëse dikush ka, ja ka fal Zoti. Ti bëj sebepet, ti thua Zot më jep, po jo të kesh urrëtin ndaj tjetrit, sepse kjo çon, le të themi, një nga efektet negative që të jep lakmia për dynjan është se të bën që ti të jesh i stresuar gjatë gjithë kohës, që ti të jesh nervoz gjatë gjithë kohës, që ti ta shkarkosh, le të themi, atë mërzinë tënde vende pa vend, aty ku duhet, aty ku nuk duhet. Pra i gjen njerëzit të stresuar gjatë gjithë kohës, të acaruar gjatë gjithë kohës. Përse? Sepse ai shef komshiun që ka ecë shumë përpara, vllai vet ka ecë shumë përpara, ai tjetër ka ecë shumë përpara dhe ky ngarkohet negativisht. Ndërkohë që njeriu duhet të jetë i qetë se gjithë secili ka marrë atë që i ka caktuar dhe i ka falë i madh Zot, por ne në fund fare jemi, si më thon, robë të Zotit dhe ne duhet të kënaqemi me atë që kemi. Ndoshta hoxh kjo lënia e dynjas ose të qenurit asket ndaj dynjas ose të qenë zahid ndaj dynjas, mos ka atë që ne themi shpesh, atë që themi ne shpesh largimin nga materializmi, për mos qenie materialiste, që synon gjithmonë materien dhe harron shpirtëron, që synon gjithmonë jetën e kësaj bote dhe harron botën tjetër, që synon gjithmonë gjërat që janë materiale dhe harron synimin kryesor që është Zoti dhe xheneti. Mos ndoshta profeti ka dashur të thotë njerëzve, sidomos kohës sonë, që mos e adhuroni dynjan, mos e bëni lekun Zot, mos e bëni gjërat materiale, interesat të kalojnë vetëm në aspektin material. Nuk ka dyshim, domethënë që një nga problemet kryesore, domethënë që e bën njeriu, domethënë që të arrijë në këtë lloj grade, në këtë lloj shkallë, është pikërisht qenia e tij materialist. Dhe ne si shoqëri, flas për shoqërinë tonë shqiptare, ka kaluar një periudhë ku materializmi ishte gjithçka dhe njeriu
domethënë Ishte edhe filozofi. Nuk gëzonte shumë gjëra. Dhe në momentin që erdhi, le të themi, sistemi demokratik dhe ndryshoi sistemi, njerëzit u çelën ndaj kësaj bote dhe pan se çfarë ka bota, gjë që ata ishin shumë larg kësaj. Për këtë arsye nuk pan metodat se si mund të arrijnë. Nuk ju interesoi se si mund të arrijnë atë që është bota. E rëndësishme duhet të arrijnë. Për këtë arsye nuk pyeti kush se a është halal, sa është haram, a kënaqet Zoti, a i drohet Zoti, a është drog, a është bixhos, a është çfarë është, absolutisht e rëndësishme të arrijmë aty ku ka arrit bota apo atë që ka sot bota. Dhe një nga arsyet, le të themi, të shpopullimit është pikërisht kjo, sepse njerëzit i masin gjërat me sy materializmit. Njerëzit i shohin gjërat ekstremisht në synin e materializmit dhe e krahasojnë veten e tyre me të tjerët e si pasojë ndodhin shumë fenomene negative në shoqëri. Megjithatë, Islami këtu sikur ka dashur t'i thotë njeriu që shkëputur nga varësia e kësaj bote, që të krijosh domethënë atë që ne e themi devotshmërinë ose varësinë ndaj Zotit. Varësinë tek krijuesi. Ka dashur ta lirojë njeriu nga slllavëria e kësaj bote, nga slllavëria materialiste që ne pak a shumë e quajmë. Domethënë njeriu merret skllav nga ai ose ajo që dashuron. Njeriu ose do të jetë abd li dunya, ose do të jetë abd lillah, ose do të jetë skllav i kësaj bote nëse e dashuron, ose do të jetë skllav i Zotit nëse e dashuron. Nuk mund të jesh skllav i të dyjave njëkohësisht. Të nderuar shikues, shkëput për pak minuta dhe ritakojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit. Ja kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit me hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaja, hoxhën e nderuar e lam te pjesa e hadithit. Nëse dëshiron që të duan njerëzit, atëherë mos e duaj atë që duan njerëzit. Çfarë kuptimi ka kjo pjesë e hadithit dhe si e interpretoni ju këtë gjë? Atëherë, nëse do të fitosh dashurinë e njerëzve, mos lakmo atë që është në duart e tyre. Thjesht fare, domethënë njeriu është gatuar i atill që po ta prekësh në pasuri, ai preket. E pyetën një herë dikë i than, si ka mundësi që Hasan el-Basriu është kaq i dashur tek njerëzit? Tha, u përgjigj, tha, njerëzit patën nevojë për dijen e tij dhe ky u dha. Nësa ky nuk pati nevojë për pasuritë e tyre, e si pasojë Zoti e ngriti. Pra, njerëzit janë gatuar në atë formë që kush i prek ata në pasurinë e tyre fillojnë edhe reagojnë. Në momentin që nuk i prek në pasuritë e tyre, njerëzit janë komod dhe janë të qetë. Për këtë arsye themi ne në Islam si njihet njeriu. Si njihet njeriu? Tha njeriu njihet në 3 raste, Omer radhiyallahu anhu. Tha njihet një nga 3 gjërat që njihet njeriu është kur ke ndonjë marrëdhënie paraje me të, qoftë tregti apo diçka tjetër. Aty duket fytyra e vërtetë e njeriu. Për këtë arsye dhe është quajtur sadakaja me këtë emër në Islam, se tregon sidqun e imanit, tregon sa i vërtetë je në besim, sepse njeriu është i gatuar që kur jep duhet marrë. Në momentin që jep pa marr diçka, aty në moment do të thotë se ka një besim se do t'i kompensohet në një formë tjetër, për këtë arsye quhet sadaka, ajo lëmosha që ne japim për njerëzit. Kështu që të mos duash atë që është në duart e njerëzve, pra pasuritë e tyre, është le të themi një synim për synimeve të shariatit. Për këtë arsye, në Islam ka ndëshkim të rëndë nëse njeriu prek pasurinë e tjetrit. Nga ndëshkimet më të rënda, le të themi dhe më turpëruese për njeriu. Për këtë arsye njeriu që ka mend kurrë nuk mund të bëjë vjedhje sipas Islamit flasim, sepse din që është shumë e turpshme ajo që do të ndodhi pastaj, pas kësaj. Për këtë arsye le të themi ne muslimanët themi që Islami ka le të themi 5 objektiva kryesore: ruajtjen e fesë dhe besimit, ruajtjen e jetës, ruajtjen e pasurisë. Është një nga objektivat, pastaj është ruajtja e gjenealogjisë, ruajtja e pastër e gjenealogjisë dhe ruajtja e arsyes dhe logjikës. Një nga le të themi synimet e fesë, objektivat e Islamit është që të ruaj pasuritë. Do të thonë pasuritë e njerëzve janë të shenjta, siç tha profeti alayhis salatu wassalam, men qutila dune malihi fa huwa shahidun.
kush vdes duke mbrojt pasurinë e tij është shahid, pra është dëshmor. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se pasuria për njeriu është e shenjtë, është e shtrenjtë, është diçka që njeriu me të vërtet vuan derisa ta arrijë. Dhe në momentin që shfaqet dikush i cili do ta prek këtë pasuri, me kuptimin e dëshiron këtë pasuri, atëherë këtu kemi disa situata. Situata e parë kur bëhet me këmbin, pra me të vërtet jap, po edhe marr. Kjo është okay, njerëzit nuk e kanë problem këtë pjesë. Situata e dytë kur njeriu e jep për hatër të Zotit, pra me qëllim se ta marrë shpërblimin në botën tjetër. Edhe këtu ai që e bën për hatër të Zotit. Situata e tretë kur le të themi i rrezikohet ose kur i preket interesi dhe domethënë nuk po është fjalë as për hatër të Zotit as e merr në një benefit ai mbrapsh. Atëherë këtu pastaj fillon edhe ftofen zemrat, fillojnë të acarohen gjërat, fillojnë të shkojnë gjërat dëm edhe keq. Edhe unë thash edhe pak më herët, shumica e problemeve që sot kanë njerëzit janë pikërisht se dëshirojnë pasuritë e njëri tjetrit. Dëshirojnë që të kenë si tjetri pa u lodhur apo pa u munduar e kështu me radhë. Profeti alayhis salam na orientoi dhe tha, nëse do që të duan njerëzit, mos i hidh syt, mos vështro. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. O Muhammed i tha soti, pejgamberi alayhis salam, mos i hidh syt tek mirësitë që ata kanë jetën e kësaj bote. Mos e lësho syt. Pse? Sepse nuk është, domethënë, kjo botë kriteri dallues apo që tregon se çfarë pozite ne kemi tek Zoti i gjithësisë. Kemi shumë Omer radiallahu anhu, futet një ditë tek pejgamberi alayhis salam dhe shef që ishte shtrirë dhe shiltja e profetit nuk ishte sa trupi i tij. Dhe gjysma e trupit i kishte rënë në rër ose në zhavor dhe gjysma e trupit ishte në shilte. Dhe kur u çu profeti alayhis salam ju kishte vulos, le të themi, ju kishte vijos, ajo një pjesë e trupit i tij. Omeri qau radiallahu anhu, tha pejgamberi i Zotit, po tha perandorat pers dhe bizant kanë pallate, kanë gjithçka. Pejgamberi i Zotit, dashmi i Zotit, trupi i tij, si më thon, bëhet në këtë formë në tokë. Ta profeti sa Omer, ata i kanë në këtë botë, ne i kemi në botën tjetër. Pra ne do t'i kemi në botë tjetër, pra nuk është synimi ynë ky. Dhe besimtari duhet ta ushqej veten me këtë. Ne nuk themi që besimtari nuk duhet punojë, ne nuk themi që besimtari nuk duhet të garojë, ne nuk themi që besimtari nuk duhet të lodhet, por kjo duhet të jetë tek kontributi i tij dhe nuk duhet të jetë tek të tjerët apo duke synuar të tjerë. Për këtë arsye, për shembull, themi në Islam është haram lypja. Për këtë arsye themi në Islam është haram që njeriu të kërkojë borxh pa pas nevojë ose të kërkojë borxh jo me niyetin se do t'ia kthej. Për këtë arsye dhe domethënë në Islam ndalohet, e përmendëm pak më herë, pra vjedhja, pra marrja e pasurisë tjetrit padrejtisht ose mashtrimi, sepse ti je duke ja hedhur atij tjetrit. Për këtë arsye në Islam, nëse bëhet një tregti dhe njëra prej palëve është mashtruar nga pala tjetër ose nuk janë treguar metat e mallit, ka të drejtë që t'ia kthejë mbrapsht edhe të kthehet edhe një herë në origjinë, ose është mashtruar personi se nuk ka ditë të le të themi të sqarohet ose nuk e kanë sqaruar ashtu siç duhet, absolutisht ky ka drejt ta kthejë mallin, sepse është siç e tha Zoti në Kur'an, illa an taradun minkum. Ju duhet jeni të qetë dhe të kënaqur me këtë akt që bëni kur bëni shkëmbimin e pasurive mes jush. Dhe në momentin që ka mashtrim, në momentin që ka, le të themi, siç tha pejgamberi sa, tha pasuria më e keqe që fiton njeriu është të betuarit në tregti. Pra, në momentin që ti përtor betimin për t'ia hedhur dikujt, kjo është shumë e rëndë tek Zoti i gjithësisë. E rëndësishme. Pra, Islami na orientoi që ne nuk duhet ta kemi mendjen tek ajo që kanë njerëzit, po duhet ta kemi mendjen tek ajo që kemi ne. Dhe një nga ilaçet profetike që na ndihmon për të qenë, le të themi, tek kjo porosi profetike është hadithi tjetër, hadithi e Budherit që thotë për këtë botë shih ata që janë poshtë teje. Ky është problemi i njerëzve sot. Nuk janë mësuar që të shohin ata që janë poshtë tyre. Janë mësuar që të shohin ata që janë mbi ta, për sa i përket punëve të kësaj bote. Nëse për sa i përket punëve të ahiretit, janë mësuar që të shohin ata që janë poshtë tyre dhe jo ata që janë mbi ta. Për shembull, i thotë dikujt, "O zotni, po pse ti fal vetëm xhuman?" O thotë, "Ka shumë veta që s'falen fare." Kur ai nuk e krahason veten vetëm atë që fal 5 vakte për shembull, pa krahason veten me atë që s'falet fare. Ndërsa për sa i përket kësaj bote e krahason veten e tij me atë që ka pallata apo me atë që ka disa makina dhe nuk e krahason veten e tij me atë që ka biçikleta apo ndoshta s'ka fare.
Megjithatë unë shikoj si profeti alayhis salam këtu ka dashur të formojë domethënë atë që ne themi karakterin e njeriu, patjetër njeriu një karakter i fortë, i cili domethënë nuk ka lakmi, nuk i serviloset tjerëve për shkak të pasurisë që ato kanë ose për shkak të mallit, siç kemi sot për shembull qëllon kjo rinia e sotshme që ajo ti hoxhë nderuar kërkon të ketë gjëra të cilat tjerat i kanë arritur me mjete jo halal. Për shembull, sot njerëzit mendojnë si të arrit diçka duke shitur drogën, duke shitur gjëra të ndaluara, ndërkohë që profeti alayhis salam sikur donte ta brumoste njeriu në këtë lloj karakteri të fortë që e quajmë ne të pathyeshëm, pra që mos i shkojë njerëzve mbrapa, mos bëhet servil, mos synojë materialen. A ndodh thotë sot që rinia e sotshme pra synon makinat e shtreta, synon gjanat e firmato duke kërku tek vetja e tyre një lloj falsiviteti e quajmë. Domethënë njerëzit sot jetojnë më shumë për reklam ose se si dhe çfarë do të thonë njerëzit për ta. Për këtë arsye, domethënë nga dëmet më të mëdha që i ka dhënë shoqërisë, le të themi teknologjia, është pikërisht kjo gjë. Pra njerëzit mashtrohen me atë që shohin dhe nuk ju intereson e vërteta e gjërave. Për këtë arsye duan që të arrijnë shumë shpejt atë që ndoshta dikush ka dashur një jetë të arrijë apo 2-3 dekada që të arrijë. Dhe ky, domethënë kushdo qoftë, mundohet që të arrijë shumë shpejt. Por kjo është e pamundur, sepse edhe nëse arrin shumë shpejt, prap nuk do t'ja dish vlerën, sepse nuk është diçka që fitohet me djersh dhe me mund dhe me eksperiencë dhe me lodhje si diçka që fitohet shpejt. E para ka bekim nga Zoti dhe e dyta nuk ka bekimin e Zotit, pra ashtu siç vjen edhe ikën edhe humbet. Është e vërtetë, domethënë që kjo, domethënë nëse njeriu nuk lakmon atë që është tek njerëzit, i jep njeriu le të themi një lloj pavarësie nga njerëzit. Dhe kur ti je i pavarur, njerëzit të duan fort. Ky është sekreti. Kur ti je i pavarur nga dynjaja, Zoti do të do fort. Kur ti je i pavarur nga njerëzit, njerëzit do të duan fort, sepse të shohin jo konkurrent, nuk të shohin problematik dhe domethënë je i vlerësuar, je i nderuar, ndërsa njerëzit në momentin që shohin dikë që nuk e do njëri lajkatari, nuk e do njëri lypsi, nuk e do njeriu qelpi, nuk e do njëri. E përbuzin në zemrat e tyre. Absolutisht. Kështu që si thajta më mirë një armik të zgjuar se sa një mik budall. Edhe njerëzit kështu thonë, më mirë dikush që është dinjitoz, i cili është i pavarur dhe jeton, domethënë le të themi normal në shoqëri, se sa dikush i cili mua më lëpihet, sa i më shumë dëmton mua apo don të arrijë atë që un kam pa marrë djesë, siç na ndodh për shembull, do të jap një shembull, me punëtorët, domethënë kur punojnë nëpër firma të mëdha ose nëpër masoneri etj. Shohin për shembull se sa fitojnë pronarët e tyre. Bëjnë llogaritë e pronarëve të tyre dhe nuk shohin, si më thon, rrogën e tyre dhe punën e tyre. Dhe kjo i bën të ndihen keq. Dhe kjo i bën ta urrejnë, dhe kjo i bën që ta dëmtojnë, kjo i bën që të ikin të ta lënë punën. Kjo është problem shumë i madh, domethënë. Një nga problemet të themi që është domethënë shikimi i asaj që është në duart e njerëzve. Për ta thënë dhe një hadith si fund, domethënë, thënia e profetit sallallahu alajhi wasallam, "Ad-dunya mal'una wa mal'unun man fiha." Dynja është e mallkuar me çfarë kanë të është e mallkuar përveç përmendjes së Zotit dhe çdo gjë që i shërben apo i çon njerëzit tek përmendja e Zotit. Allahu ta shpëlbojë. Amin dhe ju. Nderuar televizionistë, ishim me hoxhën nderuar Imamin Ahmet Kalaja. Ritakohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmatullah.